poshtë rrugëve të zhurmshme të Aleksandrisë, fshihet thesari më i kërkuar i historisë. Jo Ar, as Gjevahire, por eshtrat e njeriu që pushtoi botën mbar para se të mbushte 33 vjet. Për më shumë se 2300 vjet, varri i Aleksandrit të Madh ka mbetur misteri më i madh i pasgjidhur. Mbretër e perandor e kanë kërkuar pa fat, por çfarë ndodh kur një arkeologe greke vendos të vërë në bixhoz karrierën dhe jetën e saj për një ëndër të pamundur? A ka rënë ajo më në fund në gjurmët e pushtuesit ligjendar? Qëndroni me ne, sepse ajo që u zbulua në ditën e fundit të gërmimeve do t'ju lërë pa frymë. Por para se të fillojmë, shtypni like, bëni subscribe dhe aktivizoni zilen që të mos humbisni asnjë sekret të historisë. Rrëfimet e lashta thonë se për më shumë se 400 vjet, trupi i Aleksandrit të Madh u ruajt dhe u nderua në një var madhështor në qytetin egjiptian që ai themeloi Aleksandri. Diku në rrugët e zhurmshme të Aleksandrisë, Egjipt, shtrihet thesari më i kërkuar në historinë arkeologjike. Jo Ar, jo Gjevahir, por mbetjet vdekjetare të një njeriu që pushtoi botën e njohur para ditëlindjes së tij të 33. Një njeri, emri të cilit ende bën njehon në korridorët e kohës. Historia jonë nuk fillon me zbulimin, por me humbjen. 10 qershor, viti 323 para Krishtit, pallati i Nabucodonozorit në Babiloninë e lashtë. Aleksandri i Madh, zot i një perandorie që shtrihej nga Greqia në Indi, lëngonte duke vdekur në moshën vetëm 32 vjeçare. Edhe në momentet e tij të fundit, ky pushtues legjendar pati një kërkesë të fundit që do të bënte johon në përshekuj. Ai nuk donte të varrosej me baban e tij, Filipin e dytë, në varet mbretërore të Maqedonisë. Në vend të kësaj, Aleksandri bëri një kërkesë të veçantë. Ai donte të quhej djali i Zeus Amonit dhe të varrosej në oazën e shenjtë të Sivës në Egjipt, ku dikur kishte marrë njohjen hyjnore. Kur Aleksandri dha frymën e fundit, trupi i tij u mumifikua si një faraon dhe u vendos në një arkivol floriri. Por fati kishte plane të tjera. Në fund të vitit 322 para Krishtit, diku në shkretëtirat e Sirisë, po ndodhte një nga grabitjet më guximtare të historisë. Ptolemeu i parë, një nga generalet më të besuar të Aleksandrit, kishte pritur momentin. Ai e dinte se kushdo që kontrollonte trupin e Aleksandrit do të kontrollonte trashëgiminë e tij. Ptolemeu e ndaloi procesionimin mortor dhe arkivoli i artë përfundoi në Memphis të Egjiptit. Për dekada, trupi i Aleksandrit mbeti në Memphis, por rreth vitit 274 para Krishtit, Ptoleme Filadelfi organizoi një tjetër lëvizje, këtë herë për në qytetin e sapo themeluar të Aleksandrisë. Këtu, trupi i Aleksandrit u vendos në një mauzole madhështore të quajtur Soma, që të thot trupi, dhe pastaj historia heshti. Tani kthehemi në Aleksandrinë moderne. Njihuni me doktor Kalliopi Limnos Papakosta, një arkeologe greke me një ëndër të pamundur dhe vendosshmëri kokëfort. Papakosta është në gjeti të varrit të humbur të Aleksandrit të Madh. Gjetja e varrit të Aleksandrit është ëndra e çdo arkeologu. Është grali i shenjtë, thot ajo. Për vite me radhë, Papakosta kishte kërkuar metodikisht në lagjen e lashtë mbretërore të Aleksandrisë, ndërsa arkeologët e tjerë ndiqnin pista më premtuese. Ajo mbetej e bindur se Aleksandri shtrihi diku në qytetin modern. Kolegët e saj mendonin se ajo po ndiqte fantazmat. Financimet ishin të pakta. Burokratia egjiptiane ishte një labirinth dhe qyteti modern dukej i papërdorshëm. Por Papakosta kishte një besim të palëkundur të mbështetur nga kërkimet të hollësishme në burimet e lashta si Straboni dhe Plutarku. Në vitin 2015, pas viteve gërmimesh të mundimshme, ekipi i saj bëri përparimin e parë të madh. 10 metra në rrugët e Aleksandrisë, ata zbuluan një strukturë publike që datonte në epokën ptolemeike. 2 vjet më vonë, ekipi i Papakostës zbuloi lagjet e lashta mbretërore aleksandriane, pikërisht aty ku thonin burimet historike. Dhe pastaj erdhi dita e fundit e gërmimeve, dita që do të ndryshonte gjithçka. Ndërsa dielli po perëndonte, një copë mermeri doli nga dheu. Papakosta tha: "Statuja ju shfaq mues
duke më ofruar dorën. Ju luta Zotit të shihja rrugën. Nëse Dora do të mbante një shtizë, kjo do të vërtetonte se i përkiste Aleksandrit të madh shtizëmbajtësit. Statuja helenistike kishte një ngjashmëri të pamungueshme me vetë të pushtuesin e madh. Koka e anuar duke parë poshtë saktësisht siç e përshkruante Plutarku, mënyrën e veçantë të Aleksandrit kur i drejtohej Zeusit. Zbulimi i Papakostës nuk është e vetmja teori. Në veri të Greqisë, varri spektakolar i Kastas në Amfipolis ka bindur disa ekspert se Aleksandri mund të jetë varrosur më afër vendëlindjes. Ky kodër, varr masiv i shekullit të 4 para Krishtit, është një nga më të dekoruarit në Greqi, me sfinksa dhe kariatida madhështore. Brenda u gjetën mbetjet e 5 personave. A mund të jetë njëri prej tyre Aleksandri? Provat janë tunduese, por jo përfundimtare. Gjithashtu, janë varret mbretërore të Virgjinës në Maqedoni, ku shumë besoj se gjendet babai i Aleksandrit, Filipi i dytë. Disa shkencëtar pyesin, nëse Filipi është këtu, a mund të jetë Aleksandri diku afër? Sot kërkimi për Aleksandrin nuk bëhet vetëm me lopata. Është një gjueti thesarish e teknologjisë së lartë. Shoqata Nacionale Gjeografik i ka ofruar ekipit të Papakostës teknologjinë ERT, tomografia e rezistencës elektrike, e cila mund të shohë përmes shkëmbimit dhe tokës pa gërmuar. Por teknologjia nuk mund të zëvendësojë intuitën njerëzore. Sot, statuja madhështore prej mermeri grek është e ekspozuar në Muzeun Kombëtar të Aleksandrisë. Vizitorët vinë për të parat që mund të jetë gjëja më e afërt me prekjen e dorës së historisë. Financimet vazhdojnë të vinë nga institucione private. Kompania greke Kleo, grupi i mbështetjes egjiptian dhe fondacioni i MB Kabuli. Aleksandri i Madh vdiq në moshën 32 vjeçare. Por legjenda e tij jeton prej 2300 vitesh. Ai pushtoi botën, në themeloi qytete që mbajnë emrin e tij dhe krijoi një perandori nga Mesdeu në Indi. Dr. Kalliopi Limnos Papakosta vazhdon punën e saj, sepse disa ëndra janë shumë më të rëndësishme për t'u braktisur. Diku në nxehtësinë mesdhetare dhe dhera në thonjë dhe shpresë në zemër, një arkeologe greke vazhdon gjuetin më të madhe të thesarit në historinë njerëzore. Gjuetia për Aleksandrin vazhdon, dhe mbase zbulimi i radhës do ta sjellë më në fund pushtuesin e madh në shtëpi.